frimarja. Ajri dhe frimarja. Jetë të marë ajrë, jetë të marë frimë. Nuk ke nevoj për ndihmën e askuj. Para me na, të kishim pas nevoj me bartë me vete bocat e oksigjenit. Çka kishte me bo? Një sadhë e dashmave kishte me qenë ndoshta 10 km, 15 km, pse? Çdo kush me bocën e vetë. Ndoshta e keni pa në jetën sociale, një plak duke shku me bocë, duke ngret bocën e oksigjenit, duke marrë me veti për shkon xhami me fal namazin. Para meno se çfarë xhamie kishin pas nevojë me bo, nëse çdo kush kishte marrë bocën e oksigjenit me vetë. Mirë po Allahu Azza wa Jall nuk të kalon as një bocë me marë. Ti kalon veshkët, ti kalon trupin, që ti do me thënë në anë të saj, me marë frimarja. Gjdo frim është dhurat nga Allahu Azza wa Jall. Ndale vetën tënde, vetëm 1 minutë, mos merë frim, ose ndo njëherë në ndodhë vese që në blokohet për shtyma. Ndoshta frimarja nuk mundu me marë frim mirë, njëherë në shkon menja qka ndodhë me neve, u prish diçka sistemi, edhe frigohësh. Mirë po ti, je duke marë frim, pa e pagu as një cent të Allahu Azza wa Jall. Ibn Qayyim rahimahullah thot, begatit e Allahut me robrit janë më të shumta se frimarjet e ti. Më thënë, begatit e Allahut, sa dush numroj nuk mund është mi darë që s'kej. O in të uddu ni'met Allahi la tuhsuha, nëse mundoni mi numru begatit Allahut nuk keni mi dalë s'kej. Vetëm nëse shikojmë e studiojmë trupin e njeriu, krijimin e njeriu, trupin e njeriu, jetën e njeriu se si hanë, si pinë, si flenë, si zgjohet, vallahi, çdo kund duhet mu falenderu Allahu Azza wa Jall. Allahu i madhërisëm i ka dhënë çdo krijesë oksigjen atë sa ka nevojë. Çdo krijesë që ka fytyrë tokës ka nevojë për oksigjen. Edhe insektet e vogla, edhe bubreci, edhe mizat, edhe mickoja, çdo krijesë që ka prej më të vogël deri te më e madhja, aty të vogël që ka dhënë më pak, se trupi jot nuk mundet me bajt më. Trupi jot nuk mundet me bajt, atëherë i ka dhënë aty më pak. Edhe peshkut, edhe balenës i ka dhënë oksigjen. Tash Allahu e din, edhe shkencëtarët e din mirë, do me thënë se si e marrin atë oksigjenin aty në ujë. Mirë po dhe njeriu i ka dhënë oksigjen. Paramendo